Një grua u përfshi nga paniku në një aeroplan, u hodh përpjet si e çmendur dhe u ndal në daljet e emergjencës. Ajo bërtiti bombë. Pilotët duhej të reagonin menjëherë. Ja çfarë ndodhi. Një fluturim normal i EasyJet nga Turqia për në Manchester, i cili përfundoi me një ulje emergjente në Gjermani, një fluturim tmerri për pasagerët, raporton Mërgata. Gruaja që po udhtonte vetëm, sipas dëshmitarëve, ajo bërtiti se kishte një bombë në aeroplan para se të nxitonte drejt daljes dhe I lekëve të shpëtimit. Pasagerët e frikësuar e panë me tmerr gruan teksa përpiqej të hapte derën. Gruaja donte të shyente derën e emergjencës. Ajo u shkëput shpejt nga dera e emergjencës përpara se fluturimi të devijohej dhe të ulej në Frankfurt. Kompania ajrore konfirmoi se një pasagjer I shqetësuar bëri që fluturimi të ndryshonte destinacionin e tij. Një pasagjere e ulur pranë daljes së emergjencës I tha Manchester Evening News. Pasi aeroplani u ngrit, ajo filloi të vraponte lart e poshtë aeroplanit, duke bërtitur se aeroplani do të rrëzohej dhe se kishte një bombë. Ajo gjithashtu u përpoq të nxirrte lekët e shpëtimit dhe maskat e oksigjenit. Pastaj ajo u hodh shpejt përpjet, kapi mbulesën e daljes së emergjencës dhe e grisi atë, shpjegoi pasagjerja. Dëshmitari shtoi, ajo u çua më pas në pjesën e pasme të aeroplanit nga ekuipazhi I kabinës dhe ne u paralajmëruam se aeroplani do të bënte një ulje emergjente. Fluturimi ishte planifikuar të nisej në Dalaman në Turqi në orën 23, por nuk u nis deri në mesnatë sipas orës lokale. Ekuipazhi dhe pasagerët më pas zbarkuan në Frankfurt rreth orës 2:30 të mëngjesit, kur punonjësit e shpëtimit hyn në aeroplan. Sipas raportimeve, një hetim është nisur në Gjermani për të zbuluar se çfarë I shtyr gruan të kryente këtë sjellje dramatike. Pasagerët e mbetur thuhet se duhej të qëndronin në të njëjtin fluturim për orë të tëra, ndërsa pilotët prisnin udhëzime të mëtejshme se si të vepronin në këtë fluturim që u detyrua të devijonte.